karakteristike. Cila është pjesa jote e preferuar e veshjes që e përdor shpesh? Çka vesh ma shpesh? Varet. Fustane, saten, që janë shumë thjeshta, me shpinë hapur, super thjesht, gjatë. Okej, do më thonë ato janë... Ato i veshje ditë e natë, kështu nuk kam fustane saten bramje, fustane saten ditën, unë e veshjit njëtën, ditën, natën. Mandej me aksesore e diferencën. Ose me sandale me take, ose me sandale të rafshta në varet. Pra që shkon edhe ditën edhe natën? Edhe natën, Okej. Si përballesh me momentet kur nuk ndihesh mirë me veshjen? A ki momentet tilla? Po, shkoj në shpinë drona. Që kjo është momenti. Bën vakinë e herë? Po. Nuk ndihem mirë shumë vesh, kthehem shpe, vesh në atë që mendoj që po ndihem më mirë dhe dalë prapë. Faleminderit shumë për përgjigjet. A ke ndonjë rregull kështu personal kur e zgjedh veshjen? Po, me qenë sa ma veçantë, me qenë unë. Kur e veshi unë, që mu më banë muni shumë mirë, edhe shoh vetëm pasqyre që unë jam qaja, e blej, pavarësisht. Qysh duket ajo, se çfarë modeli ka, a është fustan, a është setër, a është këmish, a pantallona, s'ka lidhje. Vetëm a është e veçantë edhe apo më përshtatet mu, apo më pëlqen. Cili është stili yt kur nuk ke shumë kohë me mendu, po veç duhesh prapë me dalë? All black. All black. Krejtëzi. Po. Standarde është, Ose thjesht një këmish lino atlanit me një pa shorce, bërmunde, ose thjesht një fustan që shtim trup. Ka s'ka lidhje ngjyra, veç jetë sa ma shpejt. Fustan i thjesht. A ke ndonjë ikon që të ka frymëzu dikush për stilin tonë? Në një person? Shumë interesant historia e krijimit stilit tem ndër vite. Realisht, mami jem ka qenë dizajnere, ka punu bi 40 vite në korporatën atëshme. O ti kallëzon fillim për këto, na e marrë veshje në fund të emisionit. Po, atë në fund që ke të personalizume, edhe ta është edhe momenti. Me të regu pse unë vesh në pak ma ndryshe, edhe normalisht më rritën që atë frym, edhe atërë që shë tha edhe kjo zonja që ishte mësafire nga Shqipëria. Anila. Po, Anila, që atëherë motis kemi pasna inspirime se sot, Instagram, Facebook, TikTok, i krejt mundësit e mundshme mu inspiru me marë, për shambull, pjesën si për një fustani, pjesën poshtë një fustani, kombinan edhe bën një fustan pak ma ndrysha. Në fakt, të vesh që i ke kombinu dhe i ke marë idea diku tjetër, nuk i ke kriju, gatshme, atëherë motur ma i men kom qef mi 12 vjeqa, kur mami jam i ka porosit burdat kanë qenë dështë këtu zonja, du të me dit, kanë qenë burda, kanë qenë revista. Burdat kanë qenë burda, që? Revista me veshje. Okej. Do më thonë, brenda aty ka pas shnitat janë qujtë patrona tash, në gjuhën e moderne e viteve 2000, edhe unë e si fmi 12 vjeqe, mami t'ja kom zirë këtë patronat, me numra, ishin me vijat plota, me tërprerja, me krejt. Krejt materialet që kanë metë prej klienteve, i kom kombinu dhe kom kep diçka për vete. Do më thonë, 20 santin, 30 santin, copa, diçka kom bo. Do më thonë, pri fillimit e kom pas shumë pasion, dëshirë më rritë qatë frym, qatë kultur të modës, dizajnit, bukurës, stilit,